jam ngritur në këmbë për të pritur zonjat e tjera që do të bashkojnë panelit tim për të vazhduar e të flasim e të japim mesazhe për tetonin roz. Ato janë Donjeta Zeqa, advokuese pacientësh, presidente e Europa Dona Albania. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Përshëndetje, fotografie, gjithashtu. Po përse Dona në italisht? Po sepse jemi koalicion evropian, Dona Grua. Dona Grua, mirë se na erdhe, faleminderit. Ku të duash ti, Ulu? Vazhdoj me Edona Haklaj, bashkëthemeluese e Shqipëria bëhet. Përshëndetje, Edona. Mirë se erdhe. Nice që të kam këtu. Edhe vazhdoj me Eriola Janaqi, specialiste për vetë fullat. E ka një arsye pse ka ardhur këtu sot. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Nice që të kam këtu. Ja, Ulu. Ja ku e bëm më bukur zbohet tani. Megjithatë, përpara se të nis bisedën me zonjat që shtuan panelit tim, do të vazhdoja pak bisedën me zonjën Merve për një moment që më bëri përshtypje, sidomos për këtë pjesën e meshkujve për diagnostikimin. Mund të rrëfesh në një rast apo diçka që ka ndodhur, raste që vërtet kanë bërë përshtypje për këtë gjë. Dhe meshkujt çfarë duhet të kenë kujdes ndryshe nga ne femrat, se hajde ne kemi forma dhe mund të kërkojmë. Ata si duhet jenë të vëmendshëm për ta patur? Meshkujt duhet të kenë kujdes. Dy gjëra duhet të kenë kujdes. E para, kur kontrollojnë gratë i shohin për ndonjë kokër, se çfarë mund të gjejnë apo kur i ngacmojnë nga thithat, nëse rrjedhin ndonjë gjë ti bën më një herë kene. Ky është kujdesi i parë. Partneri. I dyti më së ndaj për të kontrolluar gjinjtë e tyre. Në idenë që nëse ai e di natyrën e tij, se si e ka gjirin, para pasqyrës, se shef që diçka është normale, do thotë që nuk ka problem. Nëse shef një devijim të kësaj, o prishje të simetrisë së gjinjve, ose dalje e një xhunge, apo një gropëzim që mund të jetë, apo ndonjë si koriçk ose plagë të thithi, apo rrjedhje që mund të shoqërohen, janë të njëjtat shenja të cilat kapen edhe te kanceri i gjirit tek femrat. Kështu që në kushte të tilla patjetër që edhe ky individ duhet të vejë tek mjeku senolog, i cili do ta vizitojë, mbas vizitës do t'i japi ekografin edhe mamografin, kështu që nuk është çudi që meshkujt bëjnë mamografi, është i detyruar që ta bëj. Mamografin, nëse mamografia është një shesh nuk arrin të jap dot, atëherë kalojmë te rezonancë. Atë do ta pyesja, a është e vështirë, se duhet të jetë shumë e vështirë? Është e vështirë, por e bësh. Ne kemi bërë, unë kam 2-3 raste që janë bërë mamografia, po meshkujt kanë një favor, që duke qenë se nuk kanë gjendër gjiri të madhe, që në momentin e parë kur diçka shfaqet, ato e kanë shumë lehtë ta detektojnë. Ndryshe nga femrat që kanë më thjesht, pra. Vetëm se ato që bëjnë e lënë më gjatë. Por çuditërisht nuk e mendojnë, nuk e mendojnë tek ata një. Gjithsesi unë kam operuar disa raste. Po. Në rastin e fundit kam pasur një vlonjat, sepse dhe vetë vlonjate. Sot e kësaj dite është jashtëzakonisht mirë, ka ardhur i diagnostikuar me këtë patologji, ka bërë të njëjtin operacion sikurse bëjnë gratë. Ka vazhduar me kimioterapi më mbrapa. Dhe është për bukuri gëzon shëndet plot. Fantastike. Ja, ku ka më mirë se sa të kujdesesh për veten. Ja, mirë se na erdhët një herë. Mirë se gjetëm. Si po ju shkon ky muaj dhe pse duhet të mbledhim gjitha hallet e kësaj pune vetëm në një muaj? Në fakt është shumë e drejtë kjo që thua se ne punojmë gjatë gjithë vitit. Nuk di pse gjithë na vinë në tetor. Po, gjithë në tetor sepse i kemi vënë një emër edhe na duket sikur dhe ne kryejmë një mision të vazhdueshëm në tetor, kështu që po si po shkojnë një herë gjërat dhe cili është misioni juaj në këtë rast? Atëherë, tetori sigurisht që është një muaj që na bashkon gjithëve dhe është përveç tjerave, përveç gjithë ndërgjegjësimit, sensibilizimit që ne bëjmë në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë vitit, në tetor duket sikur përmblidhet edhe bëhemi të gjithë bashkë, edhe pse jo të jetë në një farë forme përveç se një lloj not proteste për të kërkuar atë që vetë pacientët meritojnë dhe duhet të ofrohet, por tjetë edhe një lloj feste për jetën, sepse pacientët edhe familjarët duhet të kenë dhe një moment primarje që edhe të gëzohen. Me advokimi pacientëve, në çfarë rastesh ju ndërhyni në momentet kur mendoni që nuk është trajtuar siç duhet, apo ndërhyni tek komuniteti dhe tek njerëzit që e rrethojnë për të pranuar, për të qenë që ta kuptoj dhe unë? Jo, ne ndërhyjmë gjatë gjithë kohës në instancat përkatëse, vazhdimisht kemi bërë edhe aktivitete të tilla edhe internacionale me ekspert të huaj dhe shqiptar, ku kemi edhe përmbledhur edhe disa rekomandime, ku ndërta ka qenë edhe doktor Shkleda në Transforming Cancer Care Together, pra le ta ndryshojmë dhe të transformojmë kancerin të gjithë bashkë, dhe madje kemi bërë edhe një kërkesë me rekomandime të plota, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe rajonale, duke qenë se ishte edhe një
edhe ndërkombëtar, pra advokimi është në nivel profesional, është në një nivel që shkon deri tek sistemi. Sigurisht që ne jemi zëri i pacientëve, pra ne jemi, si të themi, ura ndërmjet edhe komunikimit edhe e lidhjes mes pacientëve dhe sistemit, por duhet që edhe pacientët të vinë më shpesh. A duan këto pacientët të flasin për këtë gjë? A duan të jenë ato pjesë e këtyre sisteme? A duan që të njerëzit ta marrin vesh betejën të cilën ato apokalojnë, sepse dhe në përgjithësi edhe me familjarët e tyre nuk guxojnë ta thonë. Fillojnë dhe i bëjnë gjërat në fshehtësi, me idenë që mos mërzitet mami, po mos mërzitet babi, po mos na preken. Unë nuk ja thash, unë mendoj që familja, qasja, komuniteti duhet jenë shumë të rëndësishëm në këtë luftën e madhe, sepse mendoj që ana psikologjike ndikon shumë. Duhet të heqim dorë së menduari që është fatalizëm që në momentin e parë që ndodh. Në Kleida, se ti me sa duket pasi me pjesë e panelit. Unë vuaj shumë të pjesë, sepse shpesh herë shikoj që pacientët, do më thënë një ndër gjërat që është më e vështirë në fakt, në punën tonë, është që pacienti nuk di asnjë gjë për sëmundjen. Pra familjarët përpiqen ose ta mbajnë ata të fshehur ndaj pacientit diagnozën që ai ka dhe hyjnë paraprakisht në konsult duke të njoftuar që shikoj se nuk di asnjë gjë, lutem mos e përmend fjalën e kancerit, mos thuaj tumor, domethënë fjalë të cilat ne akoma i themi sëmundje e keqe në Shqipëri kancer. Kjo është pastaj. Pra emërtimin nuk e kemi siç duhet. Mirë, po ku do ta gjej forcën ky njeri që nuk di asnjë gjë për diagnozën, për të luftuar. Pra ka terapi para, kimioterapi të cilat janë super të mundimshme, ka kirurgjin, ka radioterapinë. Dhe si mund t'i bëj të gjitha këto pa ditur se për çfarë është duke luftuar. E këto janë gjëra të cilat unë i flas me shumë seriozitet me familjarët, sepse mosnjohja e diagnozës nga ana e pacientit është në dëm të pacientit, në fakt. Mirë, po nga ana tjetër ti shikon edhe momente të tjera kur vetë pacienti e bën në fshehtësi të plot trajtimin nga familjarët e tjerë për t'i mbrojtur ata në një farë mënyre, sepse në fakt diagnoza e kancerit në Shqipëri është shumë e stigmatizuar. Pra, shikohet si një dënim me vdekje akoma, dhe ndërkohë nuk është as pak ashtu, sidomos kur flasim për kancerin e gjirit. Kanceri i gjirit është në 70% të rasteve plotësisht të shërueshëm pavarësisht stadit të diagnostikimit, dhe nëse flasim për një tumor i cili është diagnostikuar në fazat e hershme, është 100% i shërueshëm. Pra ne po flasim për sëmundje të cilat nuk do të rikthehen më, ndoshta, apo dhe nëse do të riktheheshin, do të kishin përsëri një zgjidhje. Pra, duhet të them që duhet ta thyejmë pak këtë stigmën e cila e shoqëron sëmundjen, sepse është dëm në fakt të gjithë shoqërisë kjo gjë. Dhe unë e kuptoj që është një çështje kulturore, pra ne duam t'i mbrojmë pacientët, duam t'i mbrojmë familjarët. Mirë, po kjo në fakt shkon në dëm të pacientit. Edona, ti nga gazetaria tani me organizata qytetare për të mbështetur, për të fuqizuar rolin e gruas për dhënë mesazhe, sa i rëndësishëm është roli i organizatave në këtë luftë pra të këtij stigmatizimi të kësaj sëmundjes keqe që na pushton, sa po e marrim vesh në vend që të japim vetes kurajot, pak janë rastet që e marrin situatën në dorë, të tjerë të në bobo e shkreta ose i shkreti, domethënë. Dhe kjo pastaj ti shikon njerëzit të transformohen, të humbasin njerë në radhë të parë betejën me veten e tyre dhe dorëzohen përpara situatave ku fund fare mendoj që psikologjia dhe forca që duhet kesh është më e rëndësishme në gjithë këtë. Patjetër, por në fakt në base duhet të kuptojnë se nga vjen shkaku dhe përse pacientët sot që përballen me kancerin e gjirit kanë base edhe frikën për ta ndarë edhe me familjarët e tyre. E dona ke pasur raste njerëzisht afërt që i ka ndodhur kjo gjë, shoqe, familjar? Aktualisht që flasim, unë kam një familjar shumë të afërt timin, zonjë e cila po përballet me kancerin e gjirit dhe nga ana tjetër një mikeshe imja vetëm gjatë muajve të fundit të diagnostikuar. Dhe prandaj sot përtej vetëm mesazhit të ndërgjegjësimit edhe sensibilizimit e përtej gjithë çfarë këshillash apo sugjerimesh që ne mund t'japim për vajzat, për gratë, për zonjat apo edhe për djemt, mbase është shumë e nevojshme dhe domosdoshme të kuptojmë edhe realitetin ku ne jetojmë edhe përtej diagnostikimit, sa është mundësia që ne të qëndrojmë pranë pacientëve edhe me anë të organizmave shtetëror. Pra mendoj që është një hallkë e madhe zinxhir e cila duhet që të ndiqet dhe të jetë më e pranishme pranë pacientëve të cilat vuajnë nga kanceri i gjirit. Patjetër që sensibilizimi kryesor fillon nga secila prej nesh edhe
Patjetër që muaji roz shërben si një muaj ndërgjegjësimi, por duhet të jenë 12 muajt e vitit, të cilët duhet na kujtojnë që ne duhet kujdesemi për veten. Nga ana tjetër duhet të jenë 12 muajt e vitit ku institucionet shtetërore duhet të jenë pranë pacientëve, duhet të kenë më shumë mbështetje e duhet të kenë patjetër edhe më shumë trajtim, ilaçe. Me Donjetën ne jemi takuar vite më parë pikërisht për këtë kauzë dhe e di që nganjëherë organizatat për fat të keq duhet bëjnë edhe punën që nuk bëhet edhe për shkak të pamundësive, shpeshherë financiare, shpeshherë të gjetjeve të medikamenteve në anën shtetërore dhe pacientët gra gjenden në një uzkryq. Sepse edhe fakti kur ti e merr vesh që po përballesh me një sëmundje siç është kanceri i gjirit, patjetër që të bie një barë e madhe mbi supe, sepse në radhë parë ti mendon dhe koston financiar, janë të shumta gratë që e mendojnë këtë, unë i kam takuar. Se në flasim diagnostikimi duhet vi sa më herët, mos ketë kosto. Që mos ketë kosto. Ka kosto fare biologjike, sa më herët, aq më e mirë është mundësia. Unë kam njohur paciente të cilat nuk e kanë gjetur trajtimin në shtetin tonë dhe patjetër që kostot financiare kanë qenë të domosdoshme për shkak të bijem kundra me çfarë u fol deri tani. Bijem kundra sepse është thënë fuqishëm në këtë studio që shteti jonë dhe instancat tona shëndetësore, pra po themi spitalet, qoftë private apo shtetërore, i kanë të gjitha alternativat. Nuk i ka. Në fakt, realiteti tregon që nuk i ka. Por është minuar besimi. Në fakt është minuar besimi ndërmjet mjekut dhe pacientit dhe kjo është arsyeja kryesore pse i çon këto paciente jashtë vendit. Unë desha të thoja edhe një gjë se është shumë e rëndësishme. Se ne flasim vërtet për sensibilizim dhe themi gratë duhet jenë të sensibilizuara, të shkojnë, të bëjnë kontroll. Po një grua që është një fshat të thellë, të diku ku nuk ka as akses, nuk ka as para për ta bërë këtë gjë. Ne duhet mendojmë edhe për atë grua. Dhe për atë gruan, ajo mund të jetë sensibilizuar, mund të ndjeki tani dhe të thotë që po ajo s'ka mundësi ta bëj këtë gjë. Dhe për këtë duhet mendojmë politikat e shëndetit publik. Pra duhet jenë të drejtuara programet e depistimit edhe tek ato gratë që s'kan asnjë mundësi për të aksesuar shërbimet. Tani, ne e dim që Instituti Shëndetit Publik dërgon këto mamografit lëvizëse, të cilat shkojnë në vende në zona remote, pra vende të cilat janë të paarritshme ndoshta ose nuk kanë akses në teknologji. Mirë po, në raportin e fundit të Institutit të Shëndetit Publik, që është publikuar para ndoshta 2 javësh, thuhet që nga këto mamografit lëvizëse janë diagnostikuar gjithsej këtë vit vetëm 10 gra me kancer gjiri. Është pa mundur. Më thënë, raporti është pa... Dhe ndërkohë thuhet që nga programi i depistimit janë zbuluar 50 raste. Ndërkohë nga 805 raste të cilat janë diagnostikuar për gjatë gjithë vitit, vetëm 50 raste janë nga depistimi, po kjo është një shifër alarmante. Në me thënë, kjo është aq alarmante. Do të thotë që nuk po bëhet siç duhet, do të thotë që depistimi nuk që ta bëjnë. Ka abuzime, çfarë varet edhe nga vetë individ, nga domethënë personeli që i ndjek. Janë faktorë serioze në tellimin e... Duhet jetë një radiolog i kualifikuar, ne s'kemi qendra onkologjike në përreth, të fuqishme që të bëjnë një depistim të mirë. Faktorët janë nga më të ndryshmet dhe ata që e bëjnë programin, ata duhet të nxjerrin dhe ku është duke çaluar programi, se nuk po funksionon programi. Pra këto janë çështje kaq shumë të rëndësishme dhe me shifrat janë baza e çdo politike të shëndetit publik. Dhe shifrat janë ato që duhet të ndiqen. Në momentin që ne themi 50 gra nga 805, është dhe një problem tjetër që është shumë i rëndësishëm dhe është përjashtimi i institucioneve private nga përllogaritja e depistimit. Po, se ne vërtet raportojmë si institucione private për numrin e rasteve që identifikojnë. Po, kishim një regjistër kombëtar. Nuk e shkruaj nëse kjo është nga depistimi apo kjo është një grua ka ardhur, sepse nuk më kërkohet fare kjo e dhënë. Dhe këtu ne ndërmarrim politikat të shëndetit publik pa pasur të gjitha faktet mbi tavolinë. Pra fragmentimi i shëndetit në përgjithësi shëndetit publik në gjithë Shqipërinë, në private dhe publik, nuk është vetëm sa na çon në vendimet... Ne nuk kemi një sistem të updateuar në kohë reale, se në botë paktën unë di historinë e Turqisë, ku çdo pacient, çfarëdo lloj ekzaminimi bën, çfarëdo lloj diagnoze i vendoset, ai ka një numër personal në akauntin e atij aplikacioni për shëndetin, që në qoftë se i ka bërë në shtet, qoftë nëse i ka bërë në privat, ai ka të gjitha të depozituara dhe të uploaduara në këtë lloj sistemi. Gjë për cilën nuk ekziston fare, se këtu nuk po ekziston asnjë ruajtje ekzaminimi shumë të thjeshtë, jo më e themi integrimit të dyjave në një, është nuk është e pamundur, po të paktën patjetër duhet të sensibilizojmë. Çështja është, kur ne sensibilizojmë,
duhet të marrim parasysh që mbase do ketë raste të grave që diagnostikohen me kancer dhe ku do drejtohen dhe si do trajtohen. Pra shumë e rëndësishme, jashtëzakonisht e rëndësishme, sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi, por edhe hallka tjetër që vjen më pas, sepse patjetër ne dëshirojmë të gjitha gratë që patjetër kanë mundësinë e ndjekjes së terapive apo diagnostikimit që mund mos rezultojnë me kancer, por çfarë ndodh me këtë pjesën që rezultojnë me kancer? Ai kemi ne sot të gjitha kapacitetet dhe mundësitë që t'u afrojmë shërbimin e tyre? Kemi. Po, i kemi. Ne i kemi. Madje kemi ndonjë bashkëpunim që shumë të mirë edhe inteligjencën artificiale apo jo? Kleida më kanë thënë për një risim me cilën ti po punon pra ne i kemi. Di që si kemi. Resurset janë, ndoshta shfrytëzimi i mirë i tyre nuk bëhet, sepse do një kombinim shumë të mirë. Po, janë të gjitha. Se ku është nevoja dhe ku është burimi i shërbimit. Duhet se zbëj një kombinim jashtëzakonisht të mirë, po resurset janë... Momentin që ne po flasim sot, 8 spitali onkologjik nuk ofrohet shërbimi mamografisë, dhe është pikërisht ditën e sotme, aktualisht që ne po flasim. Po, okej. ashtu PET skani. Pra ne flasim PET scanner jam shumë dakord. PET scanner mos domethënë se këtu futemi edhe në spekullim pak. PET scanneri nuk është një ekzaminim diagnostik që duhet në kancerin e gjirit. Ne mund të flasim që ditën për PET scannerin, po duhet në të tjera raste, jo në këtë. Dhe duke, jo të lutem, po duke ngritur këto çështje në këtë formë, minohet pikërisht ajo që folëm në pjesën e parë. Besimi që kanë pacientët me mjekun. Dhe që është thelbësor për të çuar para trajtimit. Në moment nuk them që s'kemi mjek të mirë. Jo, nuk është as puna, as kjo çështje. Infrastruktura, dhe unë po e them në raste personale, sapo e thash që kam 2 raste personale, të cilat njëra po kurohet privatisht, ndërsa tjetra është kuruar jashtë vendit, sepse gjithë... Po konkretisht çfarë ka munguar? Është edhe mungesa e besimit. Është mungesa e besimit. Patjetër që është mungesa e besimit, por është sepse janë sill vërdall për dokumente, për ilaçe të cilat nuk janë, medikamente që nuk janë. Po cilat janë ato? Flasim më konkretisht, sepse vime një listë të ilaçeve të cilat kanë munguar dhe është dashur të futen në rrugë nga jashtë vendit, por që nuk kanë qenë, dhe fakti është që nuk kanë qenë. Unë do doja në fakt do një temë vete në fakt kjo gjë, sepse sigurisht mund të jetë pak më është detyra e organizatave të merren me këtë punë, është detyra juaj të merren me kurimin. Unë të kuptoj shumë drejt, Kleida. Dhe unë jam dakord me ty. Unë për një farë kohe vetë kam suportuar një strukturë spitalore të rëndësishme, e cila, si që thash edhe pak më parë, mundësonte, por ideja është që njerëzit kanë tani më shumë edhe familjar jashtë Shqipërisë dhe kjo dëshira për një diagnostikim të dytë, mos besimi. Unë mendoj që margji i gabimit në çdo pacient, në çdo rast është njerëzor, por nuk mendoj që në Shqipëri, unë mendoj dhe kam parë shumë herë më tepër raste suksesi së fundmi, se sa megjithatë kam parë edhe mjek shqiptar që i kanë marrë për t'i kuruar jashtë dhe për t'i, që do të thotë që është pak a shumë e njëjta gjë, sepse 90% për marrësh gabimin nuk mund të flasësh. Ne kemi profesionistë shumë të mirë dhe që të arrish të thuash i gabon në diagnozë, kjo është e pamundur. Të paktën mendoj që ky është pretendimi më i madh që kanë njerëzit që shkojnë jashtë. Diagnoza e ne është multidisiplinare, kalon nga sinologu, kalon nga radiologu, kalon nga biopsia, bëjnë të tëra dhe mbasi përputhen të gjitha me njëra tjetrën vendosen protokolli i trajtimit. Për punën e trajtimit ka apo s'ka ilaç është tjetër gjë, sepse buxheti i shtetit tonë është 2.7%, më duket GDP-s, kështu që kjo nuk i del vetëm onkologjisë, edhe do lë zbuluar të tjera. Atëherë, në shteti i varfër që jemi, çfarë duhet të bëjmë? Të informohemi, të kapemi sa më herët. E vetmja gjë që mund të bëjmë ne si popull apo si profesionist. Pastaj shteti ka politikat e veta. Pastaj edhe një gjë tjetër që në përgjithësi organizatat fokusohen te aksesi ndaj barnave, po aksesi ndaj barnave nuk është problemi kryesor në Shqipëri. Në Shqipëri është, pra duke siç e thatë doktoresha, pra ne jemi vend i varfër, ne duhet të fokusohemi te parandalimi dhe te diagnostikimi i hershëm. Të paktën në këtë pikë është investuar për të mirën e të gjithëve. Një mamografi një eko të duhet. Dhe tani të jemi realist, shumë klinika private i ofrojnë madje edhe falas për gjatë këtij muaji, diagnostikimin. Oferta pafund. Ne kemi aq shumë kërkesa, saqë duke qenë se jo nuk absolutisht nuk kemi problem dot, po e shtym deri në dhjetor deri në janar vetëm që mos kenë këtë merakun që nuk po arrit ndonjë. Domethënë, sot mundsi ka pafund, nuk është se sensibiliteti është i lartë. Dhe duan të gjithë në tetor. Po të njëjta më thuaj. Dua vetëm të shtoj diçka, domethënë sepse të jesh pacient nuk ke nevojë, tha shumë mirë doktoresh Kleida, vetëm për mjekime është një paketë plot, qoftë mbështetja psikologjike, psikoemocionale, proteza, paruke, janë shumë gjëra. Ajo që dua të them është që unë jam unë kam mbaruar vetë për gazetari, por
media, ne kolegët, duhet kemi shumë kujdes se si flasim në media, sepse duke dashur të nxjerrim vetëm gjërat e këqija, të çdo gjëje, nuk them vetëm për shëndetësinë, por kudo po flas për pacientët. Besimi është Në shumë aspekte. Ka një komunikim të vazhdueshëm me pacientët dhe 3 net para se të kishim në eventin, njëra më shkruan dhe po shifte historinë e njërës prej grupit tonë, le të themi, që ishte përsëritur smundja. Dhe më shkruajti direkt dhe po më thoshte që më ka kapur një ankth. Më thonë, me gjithë të gjë që unë dëgjoj në media, më kap një ankth dhe duhet kemi realisht shumë kujdes ndonjëherë, se nuk mendojnë për pacientët e tjera. Sinqerisht, unë kam vetë gjithë familjen time që jeton jashtë Shqipërisë dhe megjithatë ju garantoj për këtë e kam doktoresh Arian, unë i sjell nga jashtë në Shqipëri, sepse kam një besim të jashtë zakonshëm, sidomos edhe te brezi i ri i doktorëve që janë studiuar, që janë specializuar, që kanë ardhur në 90% me të gjitha teknikat më të fundit, por ajo që mendoj që është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, ndoshta në strukturat private, tani mos i hyj se nuk e kam hulumtuar shtetin, por mendoj që nga ana e teknologjisë diagnostikuese kemi avancuar në nivele vërtet shumë të larta dhe janë primar të spitaleve më të rëndësishme në Itali, në Greqi, që vinë dhe operojnë pothuajse çdo javë në Shqipëri, në strukturat tona spitalore, etj. Apo jo, zonja Merve, të më falë. Jo, nuk jam dakord me këtë. Ne kemi profesionistë shqiptarë të shqiptar. Unë e nisa me ata, po thosha që ne... Ai që është shumë i mirë, në vendin e tij nuk e lë vendin e tij për të vajtë në një vend të varfër. Ai që shumë i mirë, një që shumë i mirë. Dikush që lë pyetje, atëherë detyroj të shkojë në vend tjetër për interesa ekonomike. Nuk të kundërshtoj në këtë pikë. Jam dakord. Se thjesht më merre për veten tënde. Ti je në një pozicion pune, një gazetare me një emër që ke bërë një jetë shumë të mirë dhe vazhdon ta bësh. Do të afronte një televizion grek që të shkoje. Do veje, do të lije punën tënde? Jo, si një profesori huaj me gjithatë emër, me gjithatë publicitet, të lë vendin e tij ditë operoj këtu tek unë. Nuk e di pse bëjnë, po e bëjnë, ndoshta Shqipëria është... Ka të tjerë që kanë ardhur, pa ma të këtij niveli nuk janë. Ka të mirë, por të këtij niveli nuk janë. Ai që është i parë që thonë që më bëri profesori italian apo gjerman apo amerikan, për mua lë gjithmonë një. E kuptova. Do shkoj pak te Eriola, e cila në fakt është përpjekur që t'japi mesazhin e vet në këtë muaj nëpërmjet të gjithë zonjave që janë nështruar kurave, kimioterapisë apo ju keni vendosur që të bëni sa më të bukur. Është e rëndësishme që në ditë të tilla ku nuk ndihesh mirë me veten, ku flokët, ku vetullat, ku gjithçka humbet, ju jeni përpjekur si qendër estetike që të jepni. Pse e mendove kështu? Është hera e parë që e bëni apo e keni? Jo, unë kam prej 7 vitesh që merrem me profesionin tim. Profesioni im është të bëj microblading. Për personat që nuk kanë vetulla dhe qure kam nisur këtë punë, kam thënë gjithmonë që njeriu duhet jetë human dhe për gratë që janë të diagnostikuara, gjithmonë tek unë dera është e hapur para se të fillojnë kimioterapin, t'i bëj të ndjehen mirë në momentet më të vështira të tyre. A ka patur raste që kanë ardhur vinë? Po. Sa e vështirë është të qasësh në psikologjinë e një momenti të vështirë nga ana shëndetësore, personale, estetikisht, të duash të ndihesh mirë? Nga natyra ime, unë jam dhe natyrë që jap pak forcë. Dhe duke bërë këtë shërbim, jap akoma më forcë. Shumë mirë. Ke patur që mos të humbi të paktën bukurinë, dinjitetin. Ke patur të raste njerëzish që i ke pranë familjes tënde ose njëri e bra këtë pyetje dhe e donës? Është më e vështirë me njerëzit e tu? Kanë qenë ekzaminimet të hershme dhe falë Zotit janë mirë, falë mjekëve janë mirë. Jo, ne sot kemi dhënë vetëm mesazhe shumë pozitive. Dona, ti ke dhuruar edhe flokët. Prandaj në nisa që në fillim që sensibilizimi është shumë i domosdoshëm. E pash edhe që u prek e pak, po nuk të nguca më tepër. Si ishte ky moment? Në momentin ku unë kam vendosur të dhuroj flokët, pa kam kontaktuar me donjëtën atëherë, kam pasur flokë shumë të gjatë dhe thoja gjithmonë me vetën në nënvetdijen time që momenti i vetëm kur unë do i prisja, do ishte kur t'i dhuroja. Dhe duke shqetuar rastësisht, shikoj aktivitetin që do bëhej në Tetorin Roz po ashtu, dhe vendosa t'i dhuroja, aso kohë familjarja ime sapo ishte diagnostikuar me kancerin e gjirit. Patjetër kanë kaluar disa vite, mendoj që ka qenë një simbolik nga ana ime për të treguar që përpara ndërgjegjësimit dhe përpara dashurisë që ne kemi për njëra tjetrën
nuk blejnë flokët apo të heqin dorë nga diçka e jona për t'i dhënë një shembull apo për t'i dhënë një motivim vajzave dhe grave të tjera që në ndjekin. Dhe unë vazhdoj të këmbgull që patjetër çdo lloj forme sensibilizimi është e domosdoshme, shërben, nxit kujdesin ndaj vetes, na bën të flasim më shumë me njëra tjetrën, por gjithmonë duhet gjetur edhe format e tjera të komunikimit, të ndihmës, të zinxhirit i cili duhet jetë i plot për të shkuar deri në fund të procesit. Dhe prandaj unë kam me shumë pasion këtë temë dhe me shumë ndjej shumë sa afërmi edhe për shkak të personave në familjen time, por edhe për shkak të realitetit që shikoj për ditë. Do doja shumë që realisht muaji roz që është muaji tetor të ishte një javë çdo muaj të vitit. Dhe ne unë tani se vetë ne të ta themi këtë javë, patjetër, ja dedikojmë sepse mbasi siç e pranuan edhe zonjat në studio, në muajin tetor ti ke rastet pafundme ose pafund të vizita, kontrolle që mund të shmangen, mos bëhen muajin tetor, ku mund bëhen për gjatë gjithë vitit. Pra, basi dhe sensibilizimi ynë duhet jetë edhe më i madh edhe për gjatë muajve të tjerë. Por thua sensibilizimi, ke nisur ti nga vetja këtë ndërgjegjësim duke shkuar rregullisht, duke u rregullisht jo, edhe unë e pranoj që rregullisht jo, patjetër. Pse pra, pse që ta kuptoj dhe unë. Se unë për shembull e marr doktoresh Arianën dhe kote dhe i them, mendoj që duhet vit bëjë atë, po nuk të ka kaluar shumë kohë moj Fiodora. Nuk ka arsye pse të vish. Unë nuk jam as shumë hipokondriake, por në përgjithësi gjithë këto gjëra që dëgjoj dhe them, po marr me vete edhe ndonjë tjetër, edhe po shtyr në kulturë, dhe mendoj që realisht nuk na shtyr akoma në kulturë. Pra, e bëjmë, nuk e bëj rregullisht, nuk kujdesem aq rregullisht herë në vit sikur ta bësh në rregull. Se prapë shikoj që në bisedat me miq, me të afërmet e mia, me kolegët, me çdo, e shikoj që nuk na është kthyer në kulturë dhe na duhen këto format e ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit që të na rikujtojnë her pas here. Dhe mbas kujdesin ndaj vetes, kthimi i vëmendjes tek shëndeti, kthimi i gjithë rëndësisë që ka ndas par jeta dhe shëndeti ynë, përpara çdo gjëje tjetër që ne jetojmë, përpara rutinës që ne kalojmë, është forma më e rëndësishme për t'i dhënë mundësinë edhe jetës për ta jetuar dhe për ta shijuar në fund ditës. Unë jam pjesë e disa studimeve, disa thonë që shiko, nuk është mbijetesa e përgjithshme shumë e rëndësishme për mua, është kualiteti i jetës dhe kualiteti i jetës këtu lë shumë për dëshiruar edhe kualiteti i jetës sidomos pasi rikthehet në jetë pas trajtimit, si i presin në punë, si i drejton familja, si i drejton shoqëria. Janë gjëra për të cilat thuaj se janë inekzistente në Shqipëri, nuk flitet për këtë gjë. Pra, shumë pacientë përballen edhe me ka shumë pak gra që marrin konsultim psikologjik gjatë procesit të trajtimit. Nuk pranohen më në punë. Po, nuk pranohen më në punë, pasi kanë kaluar sepse është e panjohur ose nëse s'kan pas një marrëdhënie pune më përpara, është akoma më e vështirë. Pra 1001 probleme nuk i mbaron hallet vajzat dhe grave. Se gruaja rehabilitohet shumë kollaj mbas trajtimit të një kanceri të gjirit, që është komplet i shëruar. Mund të vejë në punë, të ketë aktivitetin e përditshme, pak kufizime, të cilat fizik, pra mund të ketë, nuk mund sepse ato ndihmon shumë në përditshmja e shëndetshëm. E përballme në realitetin. Janë shumë gjëra. Ka paciente që bëjnë kimioterapinë të premten, rinë shtunë të diel, thonë shkojnë në punë. Dhe për bukur dhe shumë mirë bëjnë. Shumë mirë është për ato të fortat. Për të fortat, jo në përgjithësi kështu janë. Në përgjithësi janë gra që modelet tona të forta për dhënë mesazhe. Mirë, unë mendoj që pak a shumë i tham të gjitha gjërat që na duheshin Eriola, ti fole shumë pak, por mesazhin edhe shumë të bukur. Falenderoj pjesën e kontrolleve një herë. Ti vetë si ja je rregull? Një herë në vit po. Bravo. Ja ku gjeta një si vetë. Po, ju falenderoj të gjej rastin që është çasti i dur që çdo grua që diagnostikohet, dera tek unë është hapur gjithmonë për të bërë microblading falas. Shumë faleminderit. Unë e dua numrin tënd. Ti edhe shumë zonja dhe vajza të tjera të cilat i japin një mundësi me pjesën e flokëve dhe gjithçkaje, domethënë që munden të ofrojnë. Unë ju falenderoj me shpirt që ishit këtu sot, zonja Mervehe, faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit Eriol, Dona dhe Njeta. Uroj dhe shpresoj që gjithë ju zonja që na keni ndjekur në këto momente nëpërmjet ekranit të keni kuptuar thelbin edhe rëndësinë e kontrolleve të hershme dhe sa më shpejt ka thënë doktoresha, aq më mirë, do me thënë që të kemi mundësinë dhe shanset tona, sepse në luftën kundër kancerit të gjirit, vit pas viti shifrat janë në favorin e pacientëve. Pra rritet probabiliteti i mbijetesës dhe jepini besim
sistemit mjekësor në Shqipëri, sepse kam e të vërtet mjek të mrekullueshëm, duke filluar që nga diagnostikimi e deri tek kurimi i plot. Faleminderit që ishte. Faleminderit. Faleminderit. Kemi një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit, mos u largoni.